Mund të ndodhë sot ku të drejtat politike po bëhen po harrohen dhe po mbyllen syt në Bashkimin Evropian për drejtat politike të opozitës, sigurisht pastaj për zgjedhjet e jo të lira etj. Po. Çfarë do të heqim? Problemi është që nuk janë të drejtat politike, janë ato kapituj që duhet të mbyllen, që vërtet do kërkojnë diçka. Do kërkohet ne me borxhin e jashtëm, të paktën është vetëm sektori që kemi ecur mirë, që është ulur. Por do kërkohet niveli i minimal i medicinas, niveli i varfërisë. Sa është kuota e varfërisë? Nëse kuota e njerëzve që janë të varfër, në kufit e varfërisë, bashkë, domethënë të varfrit dhe ata që mund të rrezikojnë të jenë të varfër, i kalon 40%, një vend nuk mund të jetë antar i Bashkimit Evropian. Këto janë standarde që nuk mund të mbyllet goja. Dhe Shqipëria këtë e ka në nivel shumë më të lartë se 40%.